Jemi në Broma Toksori, jemi rikthyer, jemi live këtu në Zonë e Lirë, por dhe në YouTube, në live stream. Bëni një subscribe, emisionin e kemi atje 900. Dhe je i bindur që është 180-a? Je i bindur, je i mafle kjo. Dakor. Në të P2, pjesë të 2 të emisionit, na kam mbetur akoma, Marsit Sebastian, na kam mbetur akoma edhe 24 minuta kohë. Dakor? Këtë 4 minutë do mbyllim fabulën që do riplasi Ledio në ekran dhe pastaj do kemi një fabul tjetër, të ngjashme. Por do hapim që i bisedë. Pra, Sebastian, ti ishe duke numëruar dhe favoret dhe të mirat, pikët pra anët pozitive të legalizimit të prostitucionit. Tu ishin anën të... Të them dhe unë një, imagjino se sa do të çiroj gojimat, gojimat, vlla. Goj. Gjithçka që nuk është hebre është goj, pra i huaj. Goj. Ne i themi gojima, që bukur shumë goj, do të përdorim këtë Marsit, mos e... Çfarë emision? Ai boku është i madh, ai më ka thënë pret, pa më ka thënë goj dhe më ka bërë më shper, vlla. Me goj vllai ka thënë të gjitha. Gjithë gojimat, vlla. Të cilët si ordhi duke të cilët mund të agresojnë vajzat të pafajshme në rrugë, që nga moshat e vogla deri tek moshat e mëdha. Në ambient e pune që mund të në ambient e pune e kështu, do jenë më të shliruar. Pra do i ky frustrimi seksual. Ka pafund me mira gojima në këtë vend të gjithandej, ku nuk lejohet prostitucioni, që energjinë e tyre negative, dhe epshin e madh seksual ja u nxjerrin vajzave të cilët nuk janë dakord. Trosh muhabeti nuk janë dakord, nuk duan. Tani imagjino po të lejoheshin bordellot, pra kjo gjithë shpërndajnë e mas, gocat të cilat nuk duan të jenë prostituta, dhe ato janë shumë apo jo, janë shumë, Marsit, je dakord me mua? Dakord jam. Të paktën do... Absolutisht. Do shpëtonin, do them unë, Sebastian, nga ky presion i madh i gojimave, je dakord me mua? Ato ordhi që sulen për favoret seksuale. Nuk mund doqe, Sebastian, se kemë edhe dëshnimet. Jo, dakord. A je dakord me këtë gjë? Shumë dakord, sepse këtu ka me të vërtetë rrafë. Vetëm këtë kap, vlla. Gocat e shkreta në rrugë sot, që po të dëgjosh, po t'i shofësh, janë nën presion nga gojimat. Që bëjnë gojimat, çfarë gjoksi, çfarë seksi. E ke parasysh si reagojnë gojimat, vlla, sepse janë të uritur më burr. Jepi atyre seksin, jepi seksin, vlla, sa më të lirë mundësisht. Opa, ata pastaj do lirohen, e ke parasysh? Gojimat, do lirohen gojimat. Nuk të ngacmojnë me gocat pafajshme që kalojnë rrugëve. Pse më nuk është e vërtetë kjo? Do të dëgjohet më shpreha të hongsha. Se dëgjohet më shpreha, bravo Radio. Shpreha të hongsha. Ke pa gojima si bëj. Jepi seks gojimave. Dhe unë them, Ramsi 4, duke shkuar në Ramsi 5, duhet ta bëj seriozisht të punë. Dhe Sebastiani çuditërisht më thotë, jo do mbasi vota. Jo, Sebastian, do fitoj më shumë akoma. Pse mendoj do mbasi vota? Kur mendon gjithë të favore, gjithë të pikat mira që ti sapo the. Pse mendon? Negative, se duhet t'jap dhe negative. Negative ti dhe, o burr. Do rritet kriminaliteti, i the ato tani. Mos përsërisim pra. Dakord. Po ndërkohë pozitivet ishin më shumë, kam përshtypjen. Me sa mbaj mend nga numërimi. Po te shënimet ka 3 faqe pozitive, 1 faqe negative. Jo, kam. Apo ka? Kam ai ka për dosje, më është i pa parë ky djalë. Është i pa. Edhe në fakt jo, çudi e madhe Sebastian, se kisha pa ndonjëherë më kaq shumë shënime për këtë fabul. Për fabulën e prostitucionit ke marrë shumë shënime. Çfarë po ndodh Sebastian? Imagjino, po turet kafe ta roj bllokun, ta gjej kameriri. Ky na flet për moral njerëz me seks. Ose ngacmojnë selin, se kemi zhanë. E kemi mik. Pra, kjo mbetet për të parë. A do kthehet në agjendë mediatike? Kjo që folëm me Sebin dhe Marsitin apo jo? Ramsi e ka dorë. Seks për gjithë vetëm nga Edi është një perle. Seks nga Edi. Ha? Seks nga Edi. Vetëm ka i thoti, seks për gjithë është e bukur më bukur. Seks për gjithë nga Edi. Gjithë më bukur. A i tha vetëm Edin thoshte në zgjedhjet e kaluara. Po. A i kishe vetëm Edin më duket. Po. Me Edin pra. Me Edin në Europë. A nuk thoshte vetëm Edin? Me Edin. Me Edin, okej, atëherë seks nga të gjithë nga Edi. Nga Edi, po. Kaq. Seks për gjithë nga Edi, perl. Aman më bëhe, më burr, të lutem bëhe se ti ke në dorë të gjitha, më Allah. Ja, me qëra fjala. Plaset të fabulat tjetër në ekran, Radio. Go! Ramsi 4, despot i iluminuar. Dikush më thot, Arian, sikur nuk rinë këto dyja bashkë, dhe despot dhe iluminuar.
Unë them që rinë. Rrinë. Është një Po, fillon pikpamje nga Sebastiani. platonike e një sundimtari, faktikisht, vjen nga antikiteti grek, Republikën e Platonit Po të kemi, futet, po që vjen nga... të futet fort e antikiteti, ja? Po e hapte që bravo, gjë e mirë kjo. Po. A sebi? Tregoj që po dhe japin rezultat. është një person i cili bart autoritet të fort, por të njëjtën kohë bart dhe virtyte shumë të larta. Pra është i ndershëm, është i drejtë, Breti filozof. po pra, është i qartë, i do njerëzit, mendon për të mirën e përbashkët, Po. është i dhemshur, pra ka disa virtyte të cilat janë të larta. Por në njëjtën kohë ka autoritet shumë të madh, sepse kur flet ky të tjerët binden. Kur ky thot që duhet të bëhet kësaj, ky është më racionali. Dhe detyrimisht duhet të bëhet asaj si thot ky person. Kur ky thot që duhet ta zgjidhim në këtë lloj mënyre, çështja zgjidhet ashtu, sepse ky e ka menduar thellë, sepse është jo vetëm racional, por është dhe i gjithdijshëm, është reflektues, është person i cili rri, mbyllet në një dhomë dhe mendon gjatë e gjerë, si tipi Perikliut për shembull, se çdo të bëhet, si do të zgjidhen udhkryqet. Kemi probleme të rënda. E pe fjalimin e para 7 ditëve, që mbajti pallat brigadave për ballë të vetëve. Para 7 ditëve, e mban më? Po. Të hënën e kaluar ishte. Pra nuk duhet të jemi krenar për fitoret. E pe me çfarë zymbësie, pe me çfarë kështu, pa brohorima, pa të arinin dëgjonin. Ky që reflekton të dëgjoheshin vetëm ato të dëgjoheshin vetëm cicerimat e zogjve, shpendve Dhe atje. ledhatimet e gjetëve. Sepse ka mençuri. Gjë kështu, ja, tani po fles sebi ajo, atë Hov vital, hov vital. Ka mençuri filozofike Çani. Sa erdhi kjo ditë, po në fund. Unë kisha paremruar me kohë, po. Aha. Për shembull, po ta shohësh me kujdes, ka mençuri filozofike. Është, si thua, Le Pensieux de Rodin, është ai mendimtari i Le Pensieux? Le Pensieux de Rodin. De Është Rodin, mendimtari i Rodinit që rri dhe mendohet për të zgjidhur udhkryqet ku është vënë vendi. Nuk mund t'japi shumë eufori, sepse gjërat nuk shkojnë dhe për keq, por mendohet thellë për të zgjidhur situatat që po kalon vendi. Për shembull, Perikliu u fut disa ditë dhe mendoi çfarë do bënte me Spartën. Ishte gati lufta. Sot ne mendojmë si do shkojmë në BE, Çani. Çfarë do bëjmë me BE-n? Ç'do bëjmë me seksin për të gjithë? Që sa po folën. Po jo, po ti qesh, po dëgjoj, mene ta marrim seriozisht vëlla. Ai e ka ndonjë, më duhet t'ia themi më burr. Po se. Pastaj është qeverisja efektive. Mbreti filozof apo despoti i iluminuar mendon për një qeverisje efektive. Domethënë mendon se si të kënaqen të gjithë. Por kjo është çështja e një lloj hedonizmi, e një lloj seksualiteti që ta kenë të gjithë këtë lloj gjëje. Ti thamë efektive e mundshme që dhe i flet të gjithëve. Në fjalorin e tij i flet dhe atij më të varfrit, por në fjalorin e tij i flet dhe Po më të ndërkohë pse pasur. s'po e bën më Sebastian? Se unë e kuptoj, po pse se ka bërë deri tani? Pa kemi Ramsi 1, Ramsi 2, Ramsi 3. Dakord, më ka bërë i shkreti, ai sa ka mundur, e kupton? Kullat më dha ka bërë, e kupton? Ka bërë me ngjyra pa këto gjitha. Po problemi është ky vëlla që pse s'ka vendosur rend pra? Nuk mososha nuk është ai despot, pse s'ka vendosur rend? Kur them rend, se na mbrojnë nga të ligjt. Sebastiani ka fjalë. Stabilitet ka vendosur po ta shohësh. Të Në gjithë shkuptim stabilitet. duhet të kuptojmë një gjë, domethënë varet se çfarë kupton. Por i ke lacat rrugëve mo, i ke të fortët rrugëve. Dëgjoj. Ke drogën rrugëve. Pra një mbret i iluminuar, një despot në këtu kuptim e kam. I zhdu këto gjëra vëlla. Kësaj radhe duhet kuptosh një gjë. E pra ku jemi? Deri dje i duheshin për të ardhur në pushtet, po ta shohësh me kujdes. E pra, Sot i lëshoi një javë para zgjedhjeve, i tha mblidhni votat, i tha. Ato mblodhen më shumë se ç'duheshin Çan. Dhe ky është problemi, sepse i lëshoi nga zinxhirët dhe mblodhen më shumë vota se ç'duhej. po, a do vi Mori më moment shumë mandate. për të qenë tani, Ky për është të projektuar? Ky është mandati. Operacioni i parë policor me pojat në Durrës. Çfarë është? Nuk më duheni më. Kjo tregon këtë lloj gjëje. Në gjykimin tim tani fillon dhe ky e mbyll pak nga pak. Pra do më shumë stabilitet. Duke dashur më shumë stabilitet, do doj që t'i kënaq më shumë qytetarët. Në këtë sens, Do bëj, ti thua, do filloj ti mandatit 4, të Ramsi 4, do të thënë. Ti thua, do filloj të ekuilibrohet pra nuk do mendoj vetëm po, sepse në shti jap njerëzve. në mandatin e 4 ky inkorporon opozitën brenda vetes. Opozita Të mandat? Po, inkorporon? inkorporohet opozita sepse opozita kthehet në refraktare. Nuk e merr dot pushtetin, po bllokon gjithë pjesën tjetër opozitare. Dhe inkorporohet brenda pushtetit, fillon jep tendera, mëson se si ka bërë dhe mandatin e tretë dhe Po, tani e bën më shumë, sepse e inkorporon në pushtet. Duke inkorporuar opozitën në pushtet, tashmë pushteti bëhet i gjithfuqishëm. Dhe jemi të dy që luajmë të njëjtën lojë brenda një skeme. Qytetarët pastaj fillojnë dhe diskutojnë, duhet bëjmë
shtëpitë publike apo jo, duhet legalizojmë drograt apo jo, duhet bëjmë këtë. Pra i gjithë diskutimi është liberal si në Evropë. Pra ne do të shkojmë në Evropë, pavarësisht se Evropa nuk ka një formë të unifikuar për këto lloj gjërash. Por ne e bëjmë me pretendimin se po shkojmë në Evropë. Dhe opozita dhe pushteti i gëzojnë të gjitha gjërat së bashku. Oligarkët që janë aty, domethënë, po të shohësh me kujdes, gjykimi im është që në këtë mandat ky do të godasi krimin e organizuar dhe oligarkët. Nuk i duhen më Çani. Dhe thot fitova i vetëm. Pra despoti i iluminuar në këtë qasje, po ta shohim me kujdes, avantazhet i ka për shembull se ka një virtyt drejtësinë, ka një virtyt ndershmërinë etj, po ta marrim që nga Platoni. Por në krahun tjetër për shembull, është lehtësisht i korruptueshëm. Qenia njerëzore është lehtësisht e korruptueshme. Dhe po të shohësh me kujdes, despoti i iluminuar që kemi ne është i infiltruar nga kriminaliteti. Kemi deputet të cilët mund të jenë futur në lista nga krimi organizuar. Është gabueshmëria njerëzore. Njerëzit janë totalisht të gabueshëm. Ne e harrojmë gjithmonë këtë lloj gjëje. Një gjë që ne nuk e mësojmë asnjëherë është që jemi lehtësisht të gabueshëm dhe jemi shumë egoistë. Pra, historia përsëritet, jo se ka ndonjë komplot të madh botror. Historia përsëritet sepse ambicjet tona janë njësoj, që nga antikiteti deri më sot. Dhe humanët janë të dobët. Filozofikisht janë të dobët. Marsit, para se të ja fjalën ty, të më bësh prit. Eno po më dërgon t'i shka tani. Eno që punon për emisionin. Ja despot të iluminuar, thot. Të iluminuar, por prapë se prapë brutal. Gjë është i se me mëndje. Frederiku i Madh, shtypi pavarësinë polake, bëri luftra agresive, përdori disiplinë ushtarake brutale. Katerina e Madhe, shtypi rebelimin e Pugachevit, me ekzekutive masive, përhapi skllavërinë, aneksoi Krimen. Jozefi i dytë, zbatoi reforma për pëlqim, pa pëlqim më fal, mbylli manastire, shkaktoi protesta për ndryrje fetare. Maria Tereza, dëboi hebrejt, imponoi katolicizëm detyruar, bëri luftra për pushtet. Karlo III, përndoqi jezuitët, sundoi me forcë në koloni, censuroi kundërshtarët. Gustavi i III, shkriu parlamentin me gru shteti, sundoi si autokrat dhe burgosi kritikët. Leopoldi i dytë, shtypi revoltën belge me ushtrit, tërhoqi shumë reforma nën presion. Çan, mund të një gjë? Se ka dhe një gjë tjetër. Jo, po do t'jam Marsitin në dajmë që konë. Pastaj do t'a lej që të flasi, por në këtë aspekt. Jo, po s'kemi kohë. Sepse këto kishin Voltairin dhe Montesquieu që i kishin pas vetes, dhe kanë dhe disa reforma. Por këtë që lexova unë tani. Por kë ka despoti ynë i iluminuar mbas vetes. Po këtu të e gjejmë pra, do të e gjejmë pra. Katerina dhe Frederiku i Prusis, për shembull, kanë ndërmarrë reforma arsimore, unifikuan Rusin, Prusia unifikua, kemi deshën të edukonin qytetarë më të virtytshëm. Arsimi u bë më i lirë. Shumë njerëz filluan nga shtetet ndryshme të shkonin në shkollë. U dha më shumë kohë për të lexuar. Voltairi dhe Montesquieu dhe shumë iluministë të tjerë u bën pjesë e kurrikulave dhe filluan që të shëtisnin kudo në për këtë hapësirë panevropiane, që nga Italia edhe deri në Urale. Por çështja është kë ka ky i yni që e iluminon si Voltairi dhe Montesquieu? Kjo është pyetja. Kush është Montesquieu dhe Voltairi i despotit ton të iluminuar? Unë mendoj që janë disa. Dakor, janë disa dhe do merremi. Që janë dhe në media. Po nuk do i përmendim emrin se i bëm reklam. Po jo. Se janë ca këllira. Nuk do merrem farmata. Kur flitet në lidhje me Platonin dhe kam thënë dhe 2-3 emisione më përpara, dhe me ndriçimin që ndodh, dhe ndriçimi më i madh që e simbolizon idenë e Platonit të Shmiti i shpellës, kur një njeri çlirohet nga hija e padijes, sepse është i mbyllur në shpellë dhe shikon format, shkon tek drita që simbolizon idet e kulluara. Për shembull ideja e tavolinës, ideja e kalit, pra sepse Platoni thotë që çdo gjë që është send tu buron nga disa ide që janë ide metafizike, pra janë përtek kësaj bote materiale. Dhe njeriu i cili ndriçohet, për të kuptuar më pas despotin, është njeriu i cili del nga shpella dhe shikon këtë të vërtetë, e kupton. Kjo sipas kuptimit platonik dhe nuk shpjegohet dot sepse atë që ai shikon dritën, as njerëzit nuk e kuptojnë dot edhe po t'ia shpjegoj, po edhe ai nuk e shpjegon dot njerëzve sepse flasin mbi dy fusha të ndryshme. Kështu që ajo që tek narrativa vetë që kupton se ebi është ndriçimi nuk arrit dot të kuptohet, sado ne të mundohemi të futemi. E ka dhurat ose le ta themi dhunti, vetëm ai që arrin të ndriçohet. Po edhe në pikpamje të tjera, siç është pikpamja gnosticiske, ai që ndriçohet, është njeriu i cili zgjohet nga gjumi i zakonshëm, që janë gojimat, siç e cilëson ti me të drejtë dhe njerëz të zakonshëm, dhe arrin të kuptojë të vërtetat e mëdha, pra punët e demiurgut ose punët e të madhërishmit, dhe kjo gjë e kthen në gjysmë perëndi.
Dhe këtu, ky është momenti i cili sipas mitologjisë, po edhe sipas filozofisë Platonit, një njeri bëhet nga njeri i zakonshëm njeri i ndriçuar dhe ai që ka pushtet. Kjo është diferenca e njeriu ndriçuar me despotin e ndriçuar, se ti mund të jesh njeri i ndriçuar, por mund të jesh njeri i zakonshëm. Mund të jemi unë, ti, Sebastiani. Për shembull, shënimet mund të jenë shpella e Sebastianit që del nga bota e zakonshme dhe kupton ndriçimin e madh. Qartë. Kurse ai që ka dhe pushtetin administrativ, ose pushtetin e një vendi, ose është drejtues, siç është Rama në këtë moment, ai është despot, pra nuk është thjesht njeri i cili përbën diferencë nga njerëzit e tjerë se ndriçohet. Po është despot i ndriçuar, sepse ndryshe nga despotët e tjerë, që janë të pandriçuar, siç janë gjithë liderët që ne i pam dhe që erdhën këtu mas mbajtjes së zgjedhjeve që e takuan, ata janë të pandriçuar. Ky është i ndriçuar. Është sepse ai arrin të kuptojë të vërtetat e mëdha dhe në mënyrë si aplikon pushtetin, nuk kuptohet dot. Dhe prandaj dhe tema që ne trajtuam pak më përpara, siç është tema e seksit, por dhe shumë tema të tjera, ai do merret nga që e ka fuqinë e madhe metafizike, nëpërmjet këtyre të vërtetave, do merret me probleme që njerëzve do i duken të rëndomta ose të zakonshme. Mbani mend që po e them, do vi një ditë kur ne do i përgjërohemi këtu dhe ai do na dëgjojë. Për shembull, ne do i përgjërohemi për trotuare ngushta, do i përgjërohemi për pallatet që s'kan ashesore, do i përgjërohemi për mungesa parkingjesh, do i përgjërohemi ku dëgjohen për mungesë natyre. Ja ku e ke. Në të gjitha këto ai do na dëgjojë, do unë po i them, jepe shembullin dhe tregoj me fakt që ti na dëgjon edhe merru dhe me këto gjëra të vogla. Për shembull, me qira fjala. Me trotuaret e ngushta, Prit, jo më trotuaret e ngushta. me rrugët që janë ndërtuar. Jo, mori një sekond, Marsin, ta bëjmë muhabet. Po, Ore me që e kemi tani po ja themi live. po, se Të lutem, a mund të rregullosh o Ramsi 4? A mund të rregullosh, të lutem, këtë punën se dikush po ta futs vlla. Tani ti Ramsi 4, gjuna që ikim nga Leopoldi 3, po. e nga këta që tham pak më lart, bijem në këtë nivel, po sepse akoma nuk është bërë ky despot i iluminuar, pra. Nuk është bërë, se po t'ishte bërë, si mund të lejosh ti mor zotëri, që mbrapa kryeministrisë, po të vënë me radhë tani se kam shnuar tu se ndryshe do t'i harroj se more ime shumë e rënduar. Shiko. Mendoni vetëm për një çast, të bëj një praktik. Si mund të lejosh ti mor zotëri? Kush po ta fut më valla? Dil pak me këmbë, se ti si jep makinës. Nuk i jep, s'ke qep të javësh makinës dhe nuk e kupton valla. Po edhe me këmbë po të kalosh, më të shohësh se çfarë të merri. Mu mbrapa kryeministrisë, ke parasysh? Stadi ishte plot. Ha? Kryqëzimi midis liceut, ambasadës amerikane dhe ambasadës italiane. Italiane po. Janë vënë trotuar, janë vënë ca kështu vlla. Kanë mbir, bashkia po bën ca trotuar në rrugë çuditshëm, që nuk janë as trotuar, janë kështu si. E ke parasysh? Dhe ka se thua që kanë ndar rrugës, më ecën ti me makinë, ku pa pritur shikoni trotuar në mes të rrugës. Dhe aty nuk kalon dot. E ke parasysh se është rrugë është me dy kalime më. Duhet të bësh kështu, duhet të presësh që të futesh prapë kështu. Është i tmerr më valla. Kush po ja bën këtë gjë më valla? Ore, është Ramsi 4 ky më, po do bëhet Ramsi 5. Dhe ka një se... Të lutem, a mund të ndrysh më? Me një mesazh rregullon këtë punë. Të lutem. Po, ore, për çfarë po bëhet? Se unë kam dëgjuar që do të bëj bllokun kështu pedonale më. Po pse trotuari duhet pa pritur? Ti je në rrugë duke ecë makinë, valla, ajo është rrezik vdekje. Paf të deli trotuari, i shëmtuar bilesh, trotuar kështu, i ke parë Sebastian. Është mund brapa instantit. Trotuar gungaç. Gungaç, po i tmerrshëm. Ore, tjetër se kam shnuar tu. Ore, këto opozitën më valla. Më le ta lë për në fund atë. Ore, dëgjoj. Policat që janë në rrugë më valla. E ka thënë dhe disa herë veti shkreti, kur ishte Ramsi 2, Ramsi 3. Që mjaft më me polica që dalim dhe rinë si kështu ju zëm prit qytetarëve. E ka thënë, e mban mend edhe kusha. Po. Asgjë s'ka ndodhur në fakt. Ata janë prapë atje. Zëm prit. Në çdo cep rrugë valla, në çdo kryqëzim, në çdo semafor, në çdo thuaje rrethullim, ke patrulla policie, policia shket i respektojmë sepse dhe i përshëndes dhe gjuna janë njerëz ata kanë familjar, kanë do jetojnë dhe ata. Por dikush i jep urdhër dhe Ramsi 4 është ai që e bën këtë punë, unë nuk e di valla. Po mos i ai do të rregulloj urgjent të punë. Nuk kena asnjë vend. Pra o do bëhet despot i iluminuar vërtet, o do mbetesh thjesht despot valla. Deri tani nuk është akoma iluminuar. Që s'do mendoj për njerëz si Shta Sebastiani. Duhet të heqë policës më valla. Punë e vetë se si e rregullon trafikun dhe si i vë gjobat. Po policët jo atje sepse policia është shkret, nuk mund të rinë në çdo cep. Është torturë, është terror. Pra s'mund të jetë despot. Jem dakord? Super dakord unë. Tjetër për shembull. Sharën. Si mund ta lëj një despot i iluminuar? Si mund ta lësh më zoti Sharën në atë gjendje më? I ke parë sorrat çfarë bëjnë valla, vendet të vdekurit. Rinë te varet, pastaj vjen hanë Sharë, kthehen prapë te varet. Respekt për të vdekurit paktën më vjen. Nuk do të na asnjë vend. Të lutem, o Ramsi 4, bëj këtë gjë më bëj. Rregullo Sharën më valla, sepse është tmerr. Është tmerr Shara më, është tmerr, është. Pra, akoma s'është bërë iluminuar, se unë e bindur që kur të bëhet, s'mund ta lënë atë gjendje apo jo. S'ka despot iluminuar të lë atë gjendje. Është e pamundur. Tani, merr tjetrën.
këtë lacave në rrugë e thash. Endacakët që janë endacakët. Këta më lypsit që janë rrugëve në për që vinë të kërkojnë. Hiqi këta, se këta të prishin turizmin. Turizmë ku vinë këtu, nuk mund të përbën me atë imazh, se thonë mos. Ne erdhe me prishmëri tjetër, që janë gjithë ta lypsa, se janë shtuar shumë. Hiqi lypsat, vlla. Ore, se çdo bësh do i vrasësh, nuk e di puna jote, vlla. Po ata s'do të janë rrugë, rregulloje, nuk më intereson fare, vlla. Hiqi se prish turizmin, të lutem. Ramsi 4, priz. Tjetër. Po e Remutit. E Remutit. Është gjithandej në për Tiranë. Sa të kalosh trotuar, pusetat, vjen e Ramut. Në jug, po të vesh në jug, e Ramut. Po më ka, më fali sekond. Ka, pra unë jam dakord të zhvishem nga çdo e drejt politike. Unë do rik shumë, ja do rik shumë. Vetëm të lutem që të legjitimoj tamam dhe brenda meje, të them bravo më batë, të bëj dhe propagandë për ty, hiq herën e Mutit, zotëri. U bë Ramsi 1, Ramsi 2, Ramsi 3, nuk i herën e Mutit, është merr. Dakord, më fasadën e ke zbukuruar shumë, po themi gjë. Për mua shumë e shëmtuar, po çon si ka? Popullsisë gojimave i pëlqen. Gojimat të duan për fasadën që ke bërë, vlla. I kështu i huton me drita, fupi huton dhe ata bien si pula, se gojima janë, dhe gojimat janë të shumtë. Dhe prandaj je zgjuar, dhe je akoma në pushtet. Dhe do bëhesh Ramsi 5. Po aman që të bëhesh i iluminuar, pra pas 100 vjetësh tonë, ai ishte vërtet despot, po ishte i ndritur, i iluminuar. Ej, të lutem, hiq erën e Mutit, vlla. Qelbet Shqipëria e Ramut në çdo vend që qelbet, dhe këtë nuk po e them unë. Ju betojmë, dilni heci me këmbë në rrugë. Është e thjesht fare, i pran një pusetet, kalosh le tjetër mbyllur, puseta të vjen një aromë. Frap, thmi më dakord, kur është porta jote dhe muti jote unë e kuptoj. Se secili vdes, pra, çdo njëri nga ne e ka qef erën e vet, ë? Po jo erën e tjetrit, erën e tjetrit është merr. Në këtë kuptim duhet hequr apo jo? Dakord? Dakord. Dhe një despot i iluminuar duhet ta heqë këtë. Tani, unë them, se vajti ora, për 2 minuta mbyllet marsit, nga 1 minutë secili, është despot, apo, pra, është vetëm despot në këto momente, apo është dhe iluminuar. Me këto që thashun, nuk është akoma iluminuar. Unë po i lutem t'i bëj, sepse duhet të jetë i iluminuar, i jepi marsit. Rame, të lutem, tregoj iluminuar. Jo Rame, jo gabim. Ramsi. S'u ti thuash Rame tani despotit. Falë, se e kisha nga emocioni. Ramsi 4, zotë. Ramsi 4, të lutem, tregoja Çanit që je despot iluminuar dhe bëj gjitha këto. Je i maf marsit. Sebastian. Mund t'i bësh stile Ramsit 4? As i iluminuar, nuk mund t'jesh despot edhe po të duash sepse nuk të lën, dhe edhe në qoftë se do të duash që të bëhesh despot, nuk di të bëhesh despot. Por i iluminuar, nuk e di se sa i iluminuar mund t'jesh faktikisht, sepse pikturat tuaja kanë vetëm një veçanti, kanë kolorite shumë interesante, por sa i përket raportit të formave, lën shumë për të dëshiruar. Iluminimi nis pikrisht kur mëson se ç'është raporti i formave në shoqëri. Je shumë larg. Dakor, po aman, brenda teje, Sebastian, dhe ti vetë dëshiron që ai të bëhet i iluminuar, apo jo? Për sa kom qeveris, po. O Ram, se dhe në gjithë fundi që se ka mundësi. A mund vendosë to Karexhata që këto? Karexhata. A mund t'i ashtu këto rrugët, autostradat gjera dhe rrugët? Po, do them dhe atë, janë 2 gjëra, po kjo ashtu të rrugët, thotë, vjen këto ndalesat, se të gjuna ecin makinat dhe po shkenin qas po kalon atje, po kalojnë kafshë, njerëzit, po shpyt për njerëzit, po vritet edhe i qend. Për shembull, unë vetë kam bërë një herë. Edhe kjetë. Ka dalë qeni, kam kaluar sipër, ishte pa mundur se më doli paf me një herë. Për shembull, një despot i iluminuar, këto gjëra janë gjëra elementare. Kam vrarë ketra, po them. Edhe ketrat. Frederiku i Prusis, për shembull, një nga gjërat kryesore që rregulloi rrugën. Ishte ambientalisti më i madh, po. E vërtet është. Qas në bindaj, tani më thonë Çani thuhet edhe për salmonellën, thotë. Ka plas salmonella e këto. Po të gjitha pra ky ka dhe do i ketë dhe më shumë akoma, se Ramsi 4, 83, Ramsi 5 do jetë 94 e sipër, o plak. Dhe unë ne po ja themi tani këto, sepse shqyqyrë zotit do mbeten në arkiv, që moson që nuk ta kemi thënë. Mos a thot që se kemi thënë, Sebastian. Ne bëjmë detyrën tonë. Ja fshehin tjerët. Kur inkorporon dhe opozitën brenda vetes, bëhet dhe më i fuqishëm. Sebastian e quan inkorporim të opozitës, unë e quaj ka mundësi vlla, mbledhim mendjen njëre mirë, bëj këto. Dhe pas ti bësh këto që janë gjëra të vogla më burr, ti s'ke asgjë këto ti. Zotri, e kupton apo jo? 5 minuta në jetën tënde i ke këto. Me një mesazh, pam dhe ti e di ku t'ia çon mesazhet.
i mbyll të gjitha këto i thashun. Janë banalitete, më janë gjëra. Ore, do na shpëtosh jetën, po të them, mor burr. Dhe pas si të bësh to, vlla, të lutem, atëre po. A mund ta zhdukësh të heqësh qafa opozitën, vlla? A mund ta zhdukësh fare, mor, vlla, të bijem rehat?